A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falë, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selame qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selame qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit. Jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Saat Efendi Jashari, imam dhe hatip në xhamin e dëshmorëve në Hasanbek. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë u gjeta, faleminderit. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është kënaqësia e Allahut. Hoxhë i nderuar, si fillim çka mund të na tregoni në lidhje me këtë temë? Cili është qëllimi kryesor i besimtarit? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhaleshanuhu, atë e madhërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salatet dhe selamet tona qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe mbi gjithë pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuar i Hafiz, fillimisht ju falenderoj për ftesën. Allahu xhaleshanuhu ju shpërblet me të mirat e tij në jetën e kësaj bote, po ashtu edhe në botën tjetër. Si fillim, çdo besimtar, çdo njeri në jetën e kësaj bote i ka qëllimet e tij apo i ka dëshirat e tij. Disa qëllime, disa dëshire, disa qefe janë të rëndësishme, mirë po disa tjera janë edhe më të rëndësishme. Kemi disa dëshira të cilat janë të mëdha, mirë po disa janë të vogla. Andaj, duke pas parasysh këtë pjesë, qëllimi kryesor i besimtarit në jetën e kësaj bote është që ta fiton kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu. Dhe vetë fakti që kjo kënaqësi arrihet te muslimanët është një mishë e madhe për besimtarët në përgjithësi. O gjeneror, po si arrihet kënaqësia e Allahut? Kënaqësia e Allahut xhaleshanuhu arrihet në shumë forma. Mirë po unë do të kisha dashur që të ndalim vetëm një hadith te pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku erdhi një njerë edhe i tha pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam: o i dërguari i Zotit, tha, men ahabbu an-nasi ila Allah. Kush janë, tha, njerëzit më të dashur tek Allahu xhaleshanuhu? Pejgamberi alayhi salatu wassalam çka tha? Tha ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Tha njerëzit më të mirë tek Zoti xhaleshanuhu janë ata njerëz të cilët janë të dobishëm për njerëzit. Dhe ky sahabi më njëherë ja boni pyetjen tjetër pejgamberit alayhis salam, duke i thonë: o i dërguari i Zotit, men huwa ahabbul a'mali ila Allah. Mirë, o i dërguari i Zotit, tash cilët janë punët të cilët janë më të dashura tek Allahu xhaleshanuhu? Pejgamberi alayhis salatu wassalam në këtë hadith ka përmend shumë punë. Mirë po unë prej këtyre i kam veçuar vetëm 4. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam e para tha është sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Tha gëzimin apo disponimin që ti tha e fut në zemrën e besimtarit. Duke pas parasysh që në jetën e kësaj bote besimtarët kanë brenga dhe kanë mërzi, me i fut një besimtarit apo një muslimanit një gëzim apo një disponim në zemrën e tij është një prej punëve më të dashura tek Allahu xhaleshanuhu. Andaj e sidomos që kur bëhet tek prindërit, kjo ka edhe sevapin ala më të madh. Me i fut një besimtarit një gëzim është një sevap shumë i mirë. Mirë po, kur këtë besimtari e ban me prindërit i, me babën dhe me nanën e vet, kjo është një punë edhe më e mirë. E kemi një rast në kohën e pejgamberit alayhis salam, ku disa prej shokëve të pejgamberit alayhis salam nga neglizhenca nuk morën pjesë në luftën e Tebukut. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ato sahabi i bojkotoi për plot 50 ditë. Dhe kur Allahu xhaleshanu këtyre sahabive i u fali gabimin të cilën i kishin bë, pejgamberi alayhis salam e autorizoi njërin prej shokëve të tij dhe tha shko edhe informoj atë grup se Allahu xhaleshanuhu për gabimin të cilën e ka bën i u ka fal. Dhe kur ky sahabi shkoi dhe i informoi se Allahu xhaleshanuhu këtë gabim të cilën e banat i u fali, njëri prej tyre Kab ibn Malik tha kështu:
Tha këtë mirë, tha këtë gëzim, tha të cilën ti mu më dhave, këtë lajm të cilën më dhave, nuk kam për të harru deri në ditën e gjykimit. Pra kjo ishte një shembull se si besimtari pa marrë parasysh duhet që të fuse besim, duhet që të fuse gëzim dhe disponim në zemrat e njerëzve. Kjo ishte e para. E dyta, tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa takshifu anhu kurbatan. Tha mi a largu besimtarit një breng, të cilën Një hall një hall apo një breng. Kur jemi te kjo pjesë, unë do ta cekë një hadith të cilën edhe shumë prej hoxhallarëve e kanë treguar dhe popullata e dinë dhe e kanë të njohshëm këtë hadith, thot pejgamberi alayhis salam, kush një besimtarit në jetën e kësaj bote i largon një breng, Allahu xhaleshanuhu ka për t'ia largu atij njeriu brengat e ditës së gjykimit. Nuk tha kush ja largon brenga, po tha kush ja largon një breng, Allahu xhaleshanuhu ka për t'ia largu atij njeri brengat e ditës së gjykimit. Duke nëse e morim parasysh brengat e kësaj bote me brengat e ditës së gjykimit, është shumë normal që brengat e ditës së gjykimit do të jenë shumë më të mëdha. Andaj në atë ditë çdo kush prej neve ka nevojë. Andaj na me u mundu që dikuj me ia largu ndonjë breng, qoftë ajo e madhe apo e vogël, e kemi bën një prej punëve të cilën Allahu xhaleshanuhu është razi. Apo e kundërta, në qoftë se nuk mujm dikuj me ia largu ndonjë breng, së paku mos t'ia shtojmë ato. Kjo ishte e dita. Pejgamberi alayhi salatu wassalam duke vazhduar dhe duke i tregu këtij sahabiu të vet i thot kështu. E treta thot është wa tatrudu anhu juan. Mi a largu dikuj urien. Nderuar Jafis, sot në ditën e sotit kemi njerëz të cilët fundin e muajit e kanë gajle. Nuk kanë mundësi që ta përcaktojnë muajin e tyre për shkak të rrogës së vogël të cilën e marrin. Andaj pejgamberi alayhis salam çka tha me a largu dikuj untien. Çka nuk kuptojmë me këtë, me dhon ushqim dikuj, me shku edhe me i ndihmu dikuj. Mirë po këtë nuk mjafton që besimtari ta ban vetëm kur dikush ka nevojë. Mirë po mundet me e bë edhe vetë në mënyrë vullnetare. Pasi që ka qenë traditë gjithmonë te na shqiptarët, që kur ka ardhur misafirit në shtëpitë tona, vazhdimisht ashtu tru sofra. Vazhdimisht është bën ajo sajgia të cilën kanë ditë me e bë shqiptarët në mënyrën më të mirë. Andaj kjo është prej punëve të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e urdhëroi sa shkoi në Medinë. Çka tha? Ja ayuhan nas, afshu salam wa at'imu at'am. Tha shpërndajeni selamin dhe tha ushqeni të varfër dhe shpërndani tha ushqim. Pra kjo është ajo puna e tretë të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam i dha sahabijut të tij. Dhe e fundit tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Au taqdi anhu daynan." Tha me ndihmu dikujt që me i la borxhin. Borxhi është me të vërtet një gajle shumë e madhe. Mirë po kemi lloj-lloj borxhli. Dikush për luksuzitet hin në borxh, ndërsa dikush për një me ka qenë nevoja që ai të hinë në borxh. Dhe kjo nuk është marrë, nuk është turp, sepse vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka hinë borxh. Mirë po, me i ndihmu dikuj kjo është një punë shumë e madhe dhe një punë shumë e lartë. Unë do ta tregoj vetëm një rast të cilën ai ka treguar pejgamberi alayhi salatu wassalam se një njeri kishte dalë para madhnisë së Allahu xhaleshanuhu. Dhe kur del para madhnisë së Allahu xhaleshanuhu, punët e tij të këqija i kanë randu punët e mira të tij. Dhe ky njerë përgatitet për në dënim. Allahu xhaleshanuhu thot: "O i nderuam, thot, a ke ndonjë vepër përmes të cilës ti shpreson me shpëtu?" Ai thot: "O Zot xhaleshanuhu, thot, këto janë punët e mia. Unë thot nuk di diçka thot përmes të cilës unë do të shpëtoj." Atëherë Allahu xhaleshanuhu thot: "Na, thot ti kemi registruar krejt veprat. Andaj thot ti e ke pas një të mirë në jetën e asaj bote." Cila ka qenë ajo? Thot ti ke pas pasuri në jetën e kësaj bote. Andaj thot ti vazhdimisht njerëzve ju ke dhënë borxh. Dhe kur ka ardhur puna që atyre njerëzve më ja u mor borxhin prap, ti e ke çu këshilltarin tan apo e ke çu sekretarin tan dhe ke thonë: "Shkoni te filani se ju ka ardhur koha për ta la borxhin." Dhe i ke thonë sekretarit tan: "Në qoftë se personi i cili më ka borxh mua e ka gjendjen e mirë, merja borxhin. Në qoftë se nuk e ka shumë të mirë, thot shtyja më andej. Mirë po thot në qoftë se e ka gjendjen të mjerueshme, atëherë thot falja krejt." S'mund ta falë borxhin. S'mund ta japë borxhin. Po, domethënë ai njeri i cili nuk mundet të ta japë borxhin, atëherë atij njeri thot falja krejt. Andaj Allahu xhaleshanu i kthehet këtij njeri, thot: "O ti njerë, thot ti u tregove bujar me ata njerëz të cilët ty të kanë marrë borxh. Mirë po ti thot nuk mundesh më kanë më bujar se unë." Andaj Allahu xhaleshanu këtij njeri i afali gjitha gjunahet dhe e futi në xhennet. Pra këtë histori neve na i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe këto ishin 4 këshilla të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dha sahabijut të tij apo shokut të tij. O gjendero, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Avatit? Mesazhi im për në fund
hafiz i nderuar është që Allahu Gjeleshanuhu në ajetin kuranor thotë kështu: Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ndihmojuni në përpunë të mira dhe në miqësi, ndërsa thotë mos u ndihmoni në përpunë të këqija dhe në armiqësi. Pra ky është ajeti kuranor ku Allahu Gjeleshanuhu neve na urdhëron që na ta ndihmojmë njëri tjetrin me aq mundësi sa kemi në miqësi në punë të mira dhe të mos e ndihmojmë njëri tjetrin në punë të këqija dhe në armiqësi. Allahu Gjeleshanuhu ju begatoft juve me të gjitha të mirat të tij të cilat i ka. Allahu Gjeleshanuhu ju shpërbleft. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. O gjendëruar, Allahu ju shpërbleft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinis dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Faleminderit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Seat Efendi Jashari. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëçi dhe Allahu u pranoft të gjitha lutjet dhe ibadetet tona në këtë ditë madhështore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.